Familjarët e viktimave që vdiqën nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan do të kyqen drejt për së drejti në hetimin e rastit. Prokuroria publike informoi se do t'i marrin në pyetje përfaqësuesit e familjeve të viktimave dhe se përmes dëshmive të dhëna para prokurorit publik, ata do të kenë mundësi të realizojnë të drejtat e tyre si të dëmtuar dhe të bashkohen në ndjekjen penale. Gjithashtu ata do të mund të informohen drejt për ecurinë dhe fazën në të cilën ndodhet procedura, si dhe të ndajnë njohuritë e tyre rreth ngjarjes. Për këtë qëllim, në 2 ditët në vijim, prokuroria do të kontaktojë të afërmit e viktimave për të caktuar kohën dhe vendin e saktë në të cilin ata mund ta realizojnë këtë të drejtë. Nga prokuroria sqaruan se marrjet në pyetje do të zhvillohen sipas një orari të caktuar, nga 27 maj deri më 29 maj, në ambientet e prokurorisë publike, në marrëveshje me të dëmtuarit. Këto marrje në pyetje do të jenë individuale dhe për secilën nga viktima do të thirret nga një përfaqësues ligjor për të shprehur qëndrimin në lidhje me të drejtat si të dëmtuar. Ai do të ketë mundësi që në dëshminë e tij të propozojë edhe persona të tjerë nga familja, që eventualisht ka njohuri për ngjarjen. Prokuroria thekson se në përputhje me kompetencat e saj ligjore gjatë të gjithë procedurës i kushton vëmendje dhe kujdes të veçantë viktimave të këtij rasti tragjik. Në të gjitha veprimet dhe vendimet e ndërmarra, prokurorët marrin parasysh dhe mbrojnë interesat e të dëmtuarve, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Gjithashtu, ende është aktiv thirrja e prokurorisë për të gjithë ata që kanë dëshmi personale për aksidentin, informacione dhe prova lidhur me punën e diskotekës Puls Koçan dhe kompanive të lidhura me të, si dhe njohuri në lidhje me punën e institucioneve përgjegjëse për veprim që t'i ndajnë me hetimin. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 59 persona, ndërsa më 4 prill, më 7 prill dhe 17 prill ndërruan jetë edhe 3 persona të tjerë, duke e quar numrin total të viktimave në 62. Nga zjarri mbetën 196 të lënduar që u trajtuan brenda dhe jashtë vendit. Një hetim është duke u zhvilluar kundër 68 individëve dhe 3 personave juridik për tragjedinë që tronditi të gjithë vendin.